Jam surprizu, vetë kam qenë pjesëmarrëse në 23 kilometra dhe kam qenë gjatë vrapit gjithmonë e shoqëruar me një person vrapus që mbi 75 vjeçar ose 73 vjeç. Për momentin i kemi ata vrapus kampion të Kosovës, që momentin që e shohim në listën e regjistrit, që janë regjistru, e dim që mundën me qenë pjesa e parë podiumi aty, kështu që janë të miqësardhën gjithmonë, se janë të rrallë këta kampionat tonë, do të thotë nuk i kemi shumë numër të madh, mundohemi me mbështet edhe na si klubet vrapi që jemi, por kemi qef që me u ngritë edhe me u bë konkurrencë të tjerë. E nëse janë 400 deri më tash, edhe për sa ka vend, për shikues që janë tuna ndjek, edhe për sa garus ka vend? Ndoshta u keq kuptova, 400 është numri në total. Në total, okej. Po, për momentin kemi mri për mbi 250 që janë regjistru. 350 presim pa problem, se edhe 5 ditë janë, 6 ditë janë regjistrim, do të dhe me 28 është data e regjistrimit. Kështu që presim 350 me qenë pa problem, po numri totalisht që mendoj me vo këtë edicion është 400. 400 është, do me thonë, limiti në 3 kategorit, po. Po, në 3 kategorit. A ka ndësha për tyne që e lujnë gjysë? Jënë që ata shpirat që të tarak nësha që luftojnë për fitore, po ka ndësha për tyne që bujnë veç për qepë dhe rrugës veç mujnë me ndojnë gjysë. Deri që do përmoj... Mundoj jo veç nështa me ecë, pak. Ka raste kur nështa ecim pak ma shumë, se kom drapu disa shtigje, kështu që mu dërzu krejt jo, po hajt ka fundi pak ma qela. Kemi pas raste dhe ku ka pas... Kemi pas raste ku ka pas të lëndohëm, edhe normal, momentin kur është një person që vrapus që lëndohet, ndima normal që i afrohet edhe ajo, as që diskutohet vendimi ti në është me u këthy, me lanë garën, edhe është shumë normale ajo. Po natyra është e bukër, shtigjet janë të mirë, është vikend, pse jo me provuat ata që dalin, është avis që ecin gërmi, atër vish pak i jepin pak ma shumë edhe vrapojnë. Kjo me të rësona, a i një surprizuna e me naj mosh, ko gjamat moshume, ose që nuk e keni prit me ardhë? Unë e po. E me datën 4, qysh kënë moshat që mujnë me apliku? Moshat janë plus 18, do thot deri plus 65 tutje. Unë jam surprizu, vetë kom qenë pjesëmarrëse në 23 kilometra, dhe kam qenë gjatë vrapit gjithmonë e shoqëruar me një person vrapus që mbi 75 vjeçar ose 73 vjeç. Edhe kur ka qenë gati fundi që unë kom kapitullu në një tenor dhe të teleferikut e ku pa ato të vrapu dhe së më shumë dhe besu. Marrë me të një kështu anku. Kështu që... është dhe inspirusën pak. është shumë inspirusë, sta që në fund, kur kum shku, më finesh, kum shku, kum përshëndeti, kum thonë falimderit që më jep kurajo me vazhdu me vrapu. Kemi kësi, ka kësi kategorie, kështu që janë për mu edhe për të tjerët besoj që janë shembull. Nuk moj jemi gati këtë në fund, pa të pyt edhe për X-Trailsin, e përmendet që ju organizoni ecje çdo ditë. Jo çdo ditë. Të pak në 3 herë në javë, po keni grupe që bëni ecje së bashku, po besoj. A jeni grupi i 50 mëngjesit, a? I gjashtë. Do të muqu. Dere të boni do të bëni persona që një njërë komunitetin në shëshnis tamë, që shohën gjashtë dhe janë gërbi, janë me juve bashkë. Një për tyne jemi nasit, ka disa grupe tjera. Po jeni grupi maj madhë dhe maj ndëgju. Jo, besam, jemi relativisht të njëci grupe, s'pa du me u cek, për që jemi një.